Familjet prishtinase të prekura nga vërshimet e ditëve të fundit e patën për mysafir kryetarin për parim Rama të martën. Dy familje në Kodrën e Trimave vazhdojnë të ndjejnë pasojat në shtëpinë që u vërshoi uji. Në shtëpinë e parë, kryetari dëgjoi hallet e të dëmtuarve. Që 5 vjet më votë. Njësoj edhe në shtëpinë e dytë. Për nevojtarët Rama solli ndihmë, por edhe një lajm të mirë. Komuna e Prishtinës ka siguruar 3 banesa me qira, që këta mund të shfrytëzojnë për 6 muaj. Njëra familje veç se është sistemuar. Ku edhe ju kemi gjetë faktikisht tash zgjidhje me banesa me qira derisa të zgjidhet problemi këtu në këto zonat që janë vërshuese. Rama thotë se në zonat e vërshuara ka ndërtime pa leje për çka premton trajtim. Pra ndërtesat apo ndërtimet e cilat janë ndërtu jashtëligjshëm duhet me u ndalu edhe mos me ndodh më gjëra të tilla sepse ne faktikisht jemi armik i natyrës. Sidoqoftë, Prishtina është duke u rimëkëmbur pas rreshjeve, thot drejtori për siguri Lulzim Fushtica. Mbas vërshimeve që kemi pas dhe dëmeve që janë shkaktuar në ekonomitë familjare, në biznese, po edhe në bujqësi, për momentin jemi në fazën e rimëkëmbjes. Sa po flasim, ne vetëm se kemi ekipet në kryqëzet në disa lagjet e kryeqytetit që me makineri të rënd janë duke bërë pastrimin, largimin e baltës, largimin e mbeturinave. Pas rreshjeve të javës së kaluar, ekipet kanë intervenuar thuajse në të gjitha pjesët e territorit të komunës së Prishtinës.